cilat janë pritjet për sot apo presim sërish përsëritje të asaj që vese jemi mësu tash? Unë për sot nuk pres diçka 3, edhe pse do të dëshiroja të kishte 3, sepse u bë shumë gjatë. Mirë po, kjo nuk varet prej meje, varet prej krerëve të partive politike. Unë jam aty vetëm drejtues teknik, shpeshherë ka edhe keq kuptime. Njerëz thonë pse s'po jep zgjidhje kësaj pune. Unë nuk jam as për të dhënë zgjidhje, as për të mos i dhënë zgjidhje. As të imponoj mënyrën e votimit, as si të votojnë, as si mos votojnë. Mirë po tash garahise për shkak të moshës, jo për shkak të një privilegje tjetër. Me që po sheni që tash e ma shumë se 20 herë, si janë numrat për me shku me këtë formë që ju po dëshironi, pse nuk provoni një formë tjetër, ose një zgjidhje tjetër, ose një diçka tjetër? Por zgjidhje do të ketë kur njerëzit i japin të arsyeshëm, apo të vendosin për me gjetë zgjidhjen. Nëse kam ngulin për të mos gjetë zgjidhjen, nuk gjendet zgjidhja. Zoti Gjahari, nga të gjitha partitë deri tash opozitare janë deklaruar që ju po keq përdorni, decisivisht është termi i tyre që kanë përdorur ndaj juve. Shikoni, po unë e kam dëgjuar e kam parë edhe nëpër media, po unë s'du të merrem me ta. Thonë, Avni Gjahari e ka një skenar të sekretarisë edhe një skenar të Albin Kurtit. Skenari vazhdimisht na vjen për sekretarisë, vjen mua, i vjen Sala Jasharit, edhe sekretaria e ka. Edhe unë atë skenar e kam. Po skenari do të ndryshoj kur krerët e partive politike merren vesh, atëherë sjellin një skenar, edhe unë do të isha shumë i lumtur që ai skenar të jap fund edhe sot këtij ngërçi. Po pse ndrohet mendja nga votimi i hapur në votim të mbyllur? Po 6 herë është provuar me votim të hapur. Nuk ka dhënë rezultat. Me 16 prill ju drejtova presidentes me një letër që të na ndihmoj. Edhe në përgjigjen e saj thot vetë duhet të gjeni zgjidhje. Desa rregulloria e lejon edhe votimin e hapur, edhe votimin e fshet, desa votimi i hapur nuk dha rezultat, vendosa ta provojmë edhe me votim të fshehur. Prapë sërish nuk jep rezultat, sepse unë mendoj fatkeqësisht janë në pyetje inatët. Kështu ka ndodhur me verifikimin e mandateve, 3 seanca kanë shkuar kot, janë bërë 3 përpjekje, nuk donin të votonin as verifikimin e vetë deputetëve. Pastaj ndodhi rasti tjetër, ankoheshin nëpër media se çdo 48 orë po mlidhemi për kot. Edhe shumë e vërtetë është. Edhe i thirra dy herë të merremi vesh, s'paku një javë një herë, derisa nuk po ka rezultate. Jo tha na shkelja rregullores. Me shmangje nuk shkelet rregulloria nëse votohet me 2/3, nuk shkelet. Mirë po, ata e vlerësojnë se është shkelja rregullores. Edhe është në vullnetin e tyre, nuk mund t'ja imponoj, mund t'ua propozoj, po jo t'ua imponoj. Po, sysh është në përvojën e juaj kaqvjeçare, përfundimi i seancave për 3 minuta. Si ndjeni kur i përfundoni seanca me kjo seancë për 3 minuta do të përfundoj edhe po të ketë zgjidhje. Se pika e tretë është vetëm votohet, kur gjë më tepër. Jo, del edhe kryetari, edhe ai kryetari që disa minuta që do zgjas më shumë, edhe nuk është në rregull, nuk është mirë, po s'ke ç'i bën, ha? Po. Faleminderit. Faleminderit për ju.